Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë së Veriut hedh poshtë informacionet e publikuara në media për hapjet e qendrave për emigrantët. Maqedonia as nuk po shqyrton dhe as nuk ka ndonjë shans të pranojë të jetë qendër për pranimin e emigrantëve ose vendodhje për hapjen e kampeve të emigrantëve, deklaroi Pançe Toshkovski. Reagimi erdhi gjatë konferencës ndërkombëtare të Aleancës Globale për luftimin e kontrabandës së emigrantëve në Bruksel. Për Toshkovskin, kjo nuk është shqyrtuar dhe as nuk është diskutuar nga Ministria e Punëve të Brendshme. Zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut paralajmëron se vetëm një sistem i ri dhe reformuar i drejtësisë i kombinuar me punë efektive të Komisionit për Antikorrupsionin në bashkëpunim me ekzekutivin mund të luftojë realisht korrupsionin në vend. Apeli i zëvendës kryeministrit Arben Fetaj erdhi në forumin rajonal nga politika në impakt, ku diskutua për parimin e reformave në Ballkanin Perëndimor. Fetaj premtoi miratimin sa më shpejt të strategjisë së re kundër korrupsionit. Për zëvendës kryeministrin e Republikës Maqedonisë së Veriut, problemi kryesor mbetet sistemi i drejtësisë, i cili sipas tij është jo funksional dhe nuk gëzon besimin e qytetarëve. Shefi i bashkëpunimit në delegacionin e Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut, Stefan Hudolin, paralajmëron se korrupsioni është dukuri e shpërndar dhe asnjë vend nuk është imund ndaj tij. Sipas tij, lufta efektive kundër korrupsionit kërkon një gamë të gjerë aktorësh dhe bashkëpunim të hapur ndërmjet vendeve të rajonit. Parlamenti duhet të miratojë ligje me standarde të larta, apeloi Hudolin gjatë forumit rajonal nga politika në impakt. Pjesëmarrësit theksuan se lufta ndaj korrupsionit jo vetëm që rrit besimin e qytetarëve në institucionet shtetërore, por është dhe një nga kriteret kyçe për të përparuar drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut miraton 6.7 miliardë euro për buxhetin e vitit 2026. Pro ti votuan 71 deputet dhe 14 ishin kundër. Në buxhetin e vitit të ardhshëm, të ardhurat totale janë projektuar në 6.1 miliardë euro, kurse shpenzimet në 6.7 miliardë euro. Deficiti buxhetor është planifikuar në 638 milionë euro ose 3.5% e prodhimit të brendshëm bruto. Për investime kapitale janë projektuar 658 milionë euro. Pritje të rritje e prodhimit brendshëm bruto me 3.8% dhe inflacioni në nivelin 2.5%. VMRO-DPMNE, shumica qeverise në Maqedoninë e Veriut e vlerëson buxhetin si europian. Ky buxhet ka disiplinë financiare, faturim elektronik, taksa minimale globale, reforma sistemore, tha mes të tjerash deputeti VMRO-DPMNE-s Javan Jauleski. Ndërsa Jovan Mitreski nga LSDM-ja, opozita maqedonase vlerësoi se niveli i investimeve është fyrje për vetë fjalën kapitale. Rajoni. Lirohet nga qelit e paraburgimit të Durrësit ish ministri i mjedisit Lefter Koka. Gjyqtari Bib Ndreca pranoi kërkesën e Kokës për shuarjen e masës arrest me burg për inceneratorin e Fierit pas mbarimit të afatit 3 vjeçar të paraburgimit. Masa për inceneratorin e Fierit ishte e vetmja çështje që mbante ish ministri në burg, pasi për inceneratorin e Elbasanit ai fitoi të drejtën e lirimit me kusht në korrik të këtij viti. Edhe për inceneratorin e Tiranës, i është shuar masa e sigurisë pasi ka mbaruar dënimin e marrë në shkallën e parë. Lefter Koka aktualisht ndodhet në spital për probleme kardiake. Vlerësime transparente dhe përcaktimi i qartë i përgjegjësive dhe standardeve për sigurinë e gjykata është në thelb të vështirësive me cilat përballet sot sistemi i drejtësisë në Shqipëri. Vlerësimi vjen nga ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë në takimin e përbashkët mes Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Në këtë tryezë u diskutuan mënyrat për të rritur efikasitetin, cilësinë dhe integritetin në sistemin e drejtësisë. Në fjalën e tij, ambasadori Silvio Gonzato theksoi dy çështje që mbeten kryesore për gjyqësorin. Kryetari i Gjykatës së Lartë në Shqipëri, Sokol Sadushi, nënvizon se mirëqenia e magjistratit është themeli i drejtësisë besueshme. Në fjalën e tij në konferencën kombëtare të drejtësisë, Sadushi solli për herë të parë në qendër të politikës publike konceptin e mirëqenies së magjistratit si themeli i funksionimit të sistemit të drejtësisë së pavarur dhe efektive. Sadushi nënvizoi se sistemi gjyqësor nuk mund të vazhdojë të mbështetet tek magjistratë të lodhur, të pambrojtur dhe të mbingarkuar. Sipas tij, kjo gjendje ka prodhuar një krizë të thellë që cënon cilësinë dhe pavarësinë e vendimarrjes. Sadushi ndaloi veçanërisht tek roli i Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë, të cilat megjithëse me detyrime të qarta kushtetuese nuk e kanë vendosur mirëqenien e magjistratit në qendër të politikbërjes, duke thelluar boshllëkun institucional. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri në detyrë i Kosovës shmang përgjegjësinë për mos certifikimin e listës së kandidatëve të listës serbe në Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pas interesimit të gazetarëve, Albin Kurti deklaroi se kjo nuk është çështje e qeverisë. Ajo është çështje e ambasadës amerikane, ajo është çështje e KQZ-s. Unë jam kryeministër i Republikës Kosovës. Deklarata e Kurtit erdhi pas vendosjes së gurthemelit të tribunës lindore në stadiumin Zahir Pajaziti në Podujev.
Ambasada gjermane në Kosovë shpreh sërish shqetësimin për mos certifikimin e kandidatëve për deputet të listës serbe. Në reagim thuhet se mos certifikimi dëmton imazhin ndërkombëtar të Kosovës dhe ka ndikim negativ në rrugën drejt integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Në të thuhet se zgjedhjet dhe përgatitjet teknike duhet të jenë të lira nga manovrimet e aktorëve politik. Sjellja penguese e disa anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të cilët refuzojnë të verifikojnë listën serbe dhe kandidatët e saj, ndikon negativisht në reputacionin ndërkombëtar të Kosovës dhe në rrugën e saj drejt integrimit evropian, thuhet në reagimin e ambasadës gjermane në Prishtinë. Me herët të njëjtin shqetësim ngritet ambasada amerikane në Kosovë. Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës premton një qeveri të unitetit nëse kjo forcë politike fiton zgjedhjet e ardhshme të parakohshme parlamentare. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Bedri Hamza angazhohet për një qeverisje që vendos qytetarët në qendër të vendimarrjes. Sipas tij, prioritetet kryesore të qeverisjes që synon të udhëheqë janë tejkalimi për çarjeve politike, rritja e pagave dhe përmirësimi i mirëqenies së qytetarëve. Rreth 2.076.000 qytetarë kanë të drejtë vote në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit 2025 në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve certifikoi listën e votuesve brenda dhe jashtë vendit. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi deklaroi se numri i qytetarëve që janë regjistruar për të votuar jashtë Kosovës është rreth 77.000 dhe janë rreth 7.000 votues më shumë se në zgjedhjet lokale të mbajtura më 12 tetor 2025. Procesi zgjedhor do të zhvillohet në 948 qendra votimi. Kategoritë e dalja nga lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës përmes një video mesazhi u kanë bërë thirrje qytetarëve të bashkohen në protestën organizuar më 13 dhjetor në orën 13 në Shkup të Maqedonisë së Veriut. Në një deklaratë për opinionin publik, organizatorët shprehen shqetësim lidhur me komentet e zyrtarëve maqedonas për formimin e një shtabi krize. Organizatorët theksuan se protesta është planifikuar në koordinim të plotë dhe nuk ka prapavi partijake. Ata gjithashtu ju bën thirrje institucioneve të shtetit Maqedonisë së Veriut të ruajnë profesionalizmin dhe të mos e politizojnë të drejtën kushtetuese për tubim dhe protestë. Le të ngrihemi së bashku për të mbrojtur nderin, dinjitetin dhe të vërtetën e luftës sonë të drejtë. Së bashku për drejtësinë, së bashku për UÇK-n. Bota. Polonia do të dorëzojë Ukrainës pjesën e mbetur të avionëve të saj luftarak tip MiG-29 në këmbim të teknologjisë së re për raketa dhe dron. Premtimi vjen nga shtabi i përgjithshëm i ushtrisë polake, i cili e përshkroi këtë veprim si një dhuratë. Dorëzimi i avionëve është pjesë e politikës së Aleancës për mbështetjen e Ukrainës dhe për të ruajtur sigurinë e krahun lindor të NATO-s, thuhet në njoftimin e shtabit. Polonia po zëvendëson MiG-et e saj të epokës sovietike me F-16 nga Shtetet e Bashkuara dhe Fa-50 nga Koreja e Jugut. Sipas shtabit përgjithshëm, bisedime për teknologjinë ukrainase të raketave dhe dronëve janë ende në zhvillim. Polonia kishte dërguar 10 avion MiG-29 në Ukrainë në vitin 2023. Forca aerore e Ukrainës tani ka disa 10 MiG-29 të cilët përbëjnë komponentin më të madh të avionëve të saj. Ajo po merr aktualisht në përdorim F-16 dhe Mirage francez. Kroacia i bashkohet forcimit të kapaciteteve ushtarake. Ajo nënshkroi një marrëveshje me Gjermaninë për blerjen e 44 tankeve Leopard 2A8 gjatë vizitës së kryeministrit kroat Andrej Plenković në Berlin. Pas ceremonisë së nënshkrimit, kancelari Friedrich Merz shpreu mirënjohje për vendimin e Kroacisë. Das war nie wichtiger als heute. Es zeigt sich, wir stehen zusammen in der Europäischen Union und in der NATO. Es zeigt aber auch, wir haben die Mittel, um auf aktuelle Bedrohungen durch Russland und andere auf unsere Sicherheit und unsere Integrität zu reagieren. Kjo tregon se ne qëndrojmë së bashku në BE dhe në NATO, por gjithashtu tregon se kemi mjetet për t'u përgjigjur kërcënimeve aktuale nga Rusia dhe të tjerat ndaj sigurisë dhe integritetit tonë, shtoi Merz, ndërsa kryeministri kroat Andrej Plenković theksoi rëndësinë e blerjes së tankeve të përparuara Leopard për vendin e tij, duke vënë duke se Kroacia do të vazhdojë të modernizojë forcat e saj të armatosura duke përfituar nga programet e mbrojtjes të sapo krijuara të Bashkimit Evropian dhe duke ndihmuar në përpjekjet e përbashkëta të mbrojtjes. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.